Një moment më i lehtë dhe plot humor ndodh në shtëpi kur Rogerti dhe Juela fillojnë të ngacmojnë njëri tjetrin gjatë një bisede në obor. Pas disa ditësh plot debate dhe tensione mes banorëve, kjo situatë sjell pak atmosferë më të qeshur në shtëpi. Gjithçka nis kur disa banorë janë duke qëndruar në obor dhe po flasin për gjëra të ndryshme që kanë ndodhur gjatë ditës. Rogerti dhe Juela janë ulur pranë njëri tjetrit dhe duket se po bëjnë shaka gjatë gjithë kohës. Ata komentojnë situatat që kanë ndodhur në shtëpi dhe shpesh qeshin me njëri tjetrin. Në një moment Rogerti fillon të ngacmojë Juelën me humor. Ai i thotë se nëse do të kishte më shumë kohë vetëm me ty në shtëpi, do ta ngacmoja shumë më tepër. Kjo fjalë i bën disa nga banorët që janë pranë të qeshin, ndërsa Juela duket pak e habitur, por menjëherë fillon të qeshë. Juela e merr situatën me sportivitet dhe i thot Rogertit se ai gjithmonë përpiqet të bëjë humor dhe të krijojë situata për të qeshur. Rogerti vazhdon duke i thënë se sipas tij ajo reagon shumë bukur kur ngacmohet dhe kjo është arsyeja pse ai vazhdon ta bëjë. Ndërsa biseda vazhdon, Rogerti bën disa komente të tjera me humor dhe thot se nëse do të donte vërtet ta provokonte, ai do të gjente shumë mënyra për ta bërë. Ai shton me shaka se Juela është një nga personat që reagon më shpejt kur dikush e ngacmon. Këto fjalë e bëjnë Juelën të qesh edhe më shumë. Ajo i përgjigjet duke i thënë se ai duket sikur kënaqet shumë duke provokuar njerëzit në shtëpi dhe duke parë reagimet e tyre. Rogerti pranon me të qeshur dhe thotë se ndonjëherë është mirë të krijosh pak humor në shtëpi, sidomos në një ambient ku shpesh ka shumë tension dhe debate. Disa nga banorët që janë pranë fillojnë të komentojnë situatën dhe thonë se duket qartë që Rogerti po përpiqet ta ngacmojë Juelën vetëm për shaka. Ata qeshin dhe bëjnë disa komente duke i thënë Juelës që duhet të ketë kujdes sepse Rogerti nuk ndalet lehtë kur fillon të bëjë humor. Juela përgjigjet me buzëqeshje dhe thotë se ajo nuk e ka problem këtë gjë sepse e kupton që Rogerti po bën thjesht shaka. Ajo shton se ndonjëherë është mirë që në shtëpi të ketë edhe momente të tilla më të lehta. Rogerti vazhdon ta ngacmojë duke i thënë se nëse ajo vazhdon të qesh në këtë mënyrë, ai do të vazhdojë ta provokojë edhe më shumë. Kjo fjalë krijon edhe më shumë të qeshura mes banorëve. Atmosfera bëhet shumë më e qetë dhe më pozitive ndërsa biseda vazhdon. Banorët fillojnë të bëjnë komente të ndryshme dhe të përfshihen në bisedë, duke e kthyer momentin në një diskutim plot humor. Edhe pse ngacmimet e Rogertit vazhdojnë për disa minuta, është e qartë që gjithçka po ndodh në një mënyrë miqësore dhe pa tension. Juela vazhdon të qesh dhe i përgjigjet me humor çdo komenti që ai bën. Pas pak, biseda fillon të kalojë në tema të tjera dhe momenti mbetet si një nga ato situata ku banorët kanë pasur mundësinë të qeshin dhe të krijojnë një atmosferë më të lehtë brenda shtëpisë. Ky moment tregon edhe një herë se përveç debateve dhe tensioneve që ndodhin shpesh në shtëpi, ka edhe momente kur banorët arrin të kalojnë kohë të këndshme duke bërë shaka dhe duke ngacmuar njëri tjetrin me humor.